Shemi, antar i grupit Iliret, ka ndaruar jetën e moshën gjatë të 4 vjeçare, duke lënë pas dhimbje dhe pikëllim te familja, miq, kolegë dhe adhuruesit e muzikës së tij. Gjatë karrierës së tij përveç muzikës, Shemi ka folur edhe për bindjet e vlerësimet personale. Një nga intervistat e fundit ai kishte përmendur edhe figurën i konsideronte si idhuj. Në intervistë, Shemi kishte deklaruar se një jetë kishte dy idhuj, presidentin e ndjer Ibrahim Rugova dhe Albin Kurtin, duke i përmendur si figura që i çmonte dhe i respektonte veçanërisht.